Pra, ata kanë fërkuar duart figurativisht që në fillim, që në momentin kur zonja Osmani s'ka arritur që t'i sigurojë votat, sepse LDK-ja ka dashur që t'ia votat zonjës Osmani, sepse ka dashur që të ndaj binomin Kurti Osmani, ka dashur që ta ketë për vete rolin dhe rëndësinë e saj dhe ta katapultoj kushtimisht thënë në një pozitë e cila me gjatë ditëve të vijim do të bëhet edhe më e qartë. Abdigjiku do të kandidojë për kryeminist, zonja Osmani do të kandidojë pastaj për brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të hyjë në garë dhe do të hyjë me idenë se ajo do të jetë kandidatja për presidente e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe synimi është ta maksimizojë votën për brenda Lidhjes Demokratike dhe prandaj LDK, edhe po qëse edhe më shumë do t'i ofronte lëvizjeve të vendosje, nuk do t'i ofrojë sepse qëllimi nuk është të bënë të marrëveshje. Qëllimi është që të duket se janë për kompromise, të duken si bashkëpunues, por parimisht janë të interesuar, si kur më parë, si asnjëherë tjetër, që të shkojnë në zgjedhje. Dhe kjo tashmë është aq e dukshme, aq transparente, sa që s'do asnjë koment. Kurti në anën tjetër ka bërë taktizime, sepse nëse e shihni se ka dhënë gotën e plot, ai ka dhënë pushtet e cila realisht nuk e dëmton atë shumë në fuqinë politike reale për brenda qeverisë Kosovës. Sepse Tenori zëvendësh kryeministër dhe posedimi 4 ministrive s'është një gjë e jashtëzakonshme, do të thoya, brenda sistemit tonë politik. Sepse pozita e kryeministrit është pakrahasimisht më e fortë, më e rëndësishme se sa çdo pozitë tjetër. Por në fundin e ditës duhet të kuptojmë që lëvizjeve të vendosje ka pushtet pakrahasimisht më të madh se sa Lidhja Demokratike, edhe si legitimitet politik. Dhe si përfundim, gatishmëria për zgjedhje është më e madhe. Çështja është se si po e ambalazhojmë, si po e mbështjellim dhe si po transmetojmë te qytetarët se kush është faktori dhe faktori dhe fajtori që po na shtyjnë drejt zgjedhjeve kaq të shpesha dhe kjo pa qëndrueshmëri e madhe politike. Qartë. Dorajet, e përshkrove shumë bukur. Mund të kemi një forcim të Abdigjikut, të djathës edhe Osmanit, gjithashtu, e cila ka jo pak vota, edhe për faktin se ka qenë presidente e Republikës së Kosovës. Po, përtes faktit që patjetër ky bashkimi të djathës do të bëjë një lloj presioni kundrejt qeverisë, a ka gjasa që të përmbys gjithçka? Në vote kanë fjalën? Në asnjë rrethon, asnjë indikator pozitiv nuk është që këtë ndodh. Por çfarë ndodh është se Lidhja Demokratike e Kosovës po dëshiron që të shkojnë në zgjedhje për të konfirmuar fuqinë politike të tyre ose rikonfirmuar. Dhe çdo votë e humbur nga lëvizjeve vendosje supozohet që të shkojnë në dobitë e Lidhjes Demokratike. Unë ju siguroj që tani, edhe ju më mbani për fjalë sepse tashmë kemi kohë që bashkëpunojmë. Pas në qershor të këtij viti ose në shtator më së largu, do të ketë negociata për marrëveshje politike me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vendosje. Por Lidhja Demokratike e Kosovës dëshiron që të shkojë në këto negociata me një përqindje tjetër. A është kjo e mundur? Ka shumë të panjohura dhe shumë pasiguri. Dhe prandaj sot indikatorët çojnë se Lidhja Demokratike po pretendon që mund të marrë më shumë vota për shkak të një parafrimi potencial me zonën Osmani. Por unë nuk jam shumë i sigurt që kjo përqindje do të jetë shumë e madhe, sepse ajo kur sot Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe nëse rritet shumë, ai përsëri do të mbetet poshtë sepse vetëm 13% ka në përqimin qytetar. Dhe prandaj unë besoj që ardhmja politike do të jetë në mes të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vendosje, përkatësisht lëvizjes vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe minoritarët, sepse synimi është këtu. Nuk ka ku të shkojnë votat e tjera. Votuesit e LDK-s dhe të vetëvendosjes mund ta votojnë njëra tjetrën, por nuk e votojnë Partinë Demokratike dhe votuesit e LDK-s nuk i votojnë këto dy kampe politike. Prandaj, krejt çfarë do LDK-ja është më shumë fuqi politike, më shumë legitimitet politik dhe nuk ka ku të shkojnë përtej kësaj formule që po e diskutojmë. Gjithsesi, unë nuk besoj që do të jetë një ndryshim shumë i madh. Dhe asnjë indikator nuk na jep sepse zonja Osmani çdo që të jetë. Ka qenë presidenti e Republikës, por shkalla e pranueshmërisë së saj ka qenë edhe për shkak të kryeministit Kurti. Dhe kemi një faktor tjetër që duhet të përmendim.
Kryeministri Kurti ka fituar zgjedhjet i vetëm në zgjedhjet e fundit, pa zonjën Osmani. Dhe ka marrë madje më shumë vote se sa që ka pasur kur kanë qenë me binom me zonjën Osmani. Dhe në këtë kohë do të jetë ndoshta një garë pak më ashpër, pak diskursive, sepse do të jenë në garë dy nga njerëzit të cilët kanë poseduar një shkallë të lartë legitimiteti politik. Sepse zonja Osmani natyrisht do të hapë regjistrat e saj politik, do të fillojë që të viktimizohet kështu me radhë, në ndërkohë lëvizjeve vendosje vetëm se ka filluar të hap arkivat e sjelljes politike të zonjës Osmani për disa sekuenca të cilat ajo ka pasur gjatë periudhës sa ka qenë presidenti e Republikës. Por tek kësaj do të jetë thjesht një fushat diskursive në të cilën do të votuesit do të sill ose debatet do të orvohet rreth lidhjes demokratike dhe lëvizjes vendosje me pretendimet për pasur një rezultat në deputet më shumë se më parë politike. Qartë. Dorajet, kjo është analiza përsa i përket negociatave, nëse mund t'i quajmë kështu, apo tentativave që kanë subjektet politike për të arritur natyrshëm qëllimin e tyre. Po unë doja që të bënim edhe një analizë tjetër. Si i duhet Kosovës presidenti që t'jetë presidenti i ardhshëm? Nëse do t'i referohemi zonjës Osmani, një figurë e cila kishte jo pak marrëdhënie të forta, lidhje të forta me ndërkombëtarët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të themi edhe marrëdhënie të mirë personale me presidentin e SBA-ve. Në këtë pikë ku është Kosova, si duhet të jetë figura e presidentit në gjykimin tënd? Ne akoma s'mund të bëjmë një vlerësim përmbajtësor të paraqitjes së zonjës Osmani. Nuk ka dilemë që zonja Osmani ka pasur një paraqitje dinjitoze për aq sa mund të marrim disa indikacione. Edhe mund ta lëm zonjën Osmani, e cila ka përfunduar mandatin. Unë e mora si referencë për treguar sjelljen e saj, përqasjen që kishte, edhe pse jo, le të themi, benefitet që ka pasur Kosova si pasojë e marrëdhënies së saj të jashtme. Në rregull. Nëse po e lojmë për një moment paraqitjen e saj dhe po flasim nominalisht se kush duhet jetë dhe çfarë përmban presidenti i Republikës, nëse po e kuptoj drejt. Si duhet të jetë, si nevojitet Kosovës në këtë stad që është, Në secilin stad që është Republika e Kosovës, presidenti duhet të jetë dikush që është mbi palët. Patjetër. A ka ndodhur ndonjëherë deri tash, ka ndodhur vetëm një rast kur zonja Ativete Jajaga ishte bërë presidente pas një marrëveshjeje politike dhe ndoshta për shumë kënë edhe për shkak të një presioni amerikan. E njëjta ishte presidente e palëve, por asnjëherë s'ka arritur që të prezantojë do thoya një pushtet real, sepse mos harroni, pa një përkrahje politike, do të një strukture të caktuar politike, qëndrimi i presidentit gjithmonë është i marginalizuar. Dhe kjo s'ka dilemë. Gjithkush, pra, nëse kemi president pa një përkrahje të një partie politike prapa, shkalla e pranueshmërisë së tij dhe forcës politike dhe vendimarrjes së tij është vërtet e ulët. Në historinë tonë politike, të gjithë presidentët kanë pasur një background partijak, të gjithë, edhe zoti Rugova, edhe zoti Sedi, edhe zoti Thaçi, edhe zonja Osmani. Ndërkohë, asnjëri prej tyre do thënë ka qenë në nivelin e detyrës përjashtim zotit Rugova, që ka qenë natyrisht presidenti që ka prezantuar, do thënë më së miri Republikën e Kosovës në kushtet dhe rrethanat në të kanë qenë atëherë. Por, nominalisht, kushtetutshmërisht, presidenti është mbi palët, dikush që nuk ka domosdoshmërisht një background të freskët partijak,